Prej orës 9 në Pallatin e Sportit Faria Hoti në kryeqytet, po vijot me ditën e 4 të rinumërimit ku deri më tani janë hapur 367 kuti nga 1282 në total. Rezultati i rinumërimit duket se janë larg pritshmërive të Partisë Demokratike, e cila është në kërkim të mandatit të 14 në Tiranë, në kurisë të Partisë Mundësia. Hapja e kutive deri më tani ka treguar vetëm gabimet e vogla që nuk do të sjellin asnjë ndryshim në rezultatin e mandateve. Me 367 kuti të hapura deri më tani, Partia Demokratike rezulton se ka 186 votat e pamerituara, ndërsa Partia Socialiste 170. Këto vota u zbritën nga tabela e parë edhe llogaritën si votat të pavlefshme. Edhe Nisma Shqipëria bëhet rezulton se deri më tani ka 20 votat e pamerituara, Lëvizja Bashk 16, Partia Socialdemokrate 25, që ishin shtuar padrejtisht në 11 maj. Nga Partia Mundësia që po lufton për të ruajtur mandatin dhe nga rinumërimi, deri më tani rezultohet se zbritën 3 vota, ndërkohë koalicioni i Lulzim Bashës i shtohen 15 vota më shumë, 7 vota i shtohen koalicionit të Ngeleda Libeaj. Lëvizjet e votave me kandidatet janë më të mëdha, por deri më tani hapja e kutive nuk sjell ndonjë ndryshim. Në kampin e demokratëve, Ilir Ali Mehmeti në PD i zbritën 39 vota nga rinumërimi, Tabakut i zbritën 5, Ilir Meta ka 22 votat pamerituara, edhe në kampin socialist ka pasur humbje votash. Olta Gjashka rezulton se ka 16 votat pamerituara, Gjylametit janë shtuar 7 vota, Fatmir Gjafaj ka 63 vota padrejtisht, Gjeman Qefalia 121. Mundësia e humbet mandatin e dytë në Tiranë nëse ka 177 vota më pak. PD-ja e fiton mandatin nëse merr 1234 vota më shumë. Në vijim të zhvillimeve të rinumërimit, Partia Demokratike ka reaguar ashpër ndaj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke akuzuar për menaxhim të dobët të votës diasporës. Përmes dhënëses për antikorrupsion Ginta Vangjeli, Partia Demokratike ka kërkuar KQZ-s të mbajë përgjegjësi për shkeljen e kontratës nga ana e kompanisë DHL. Vijojmë të shprehim shqetësimin ton serioz për mënyrën si është trajtuar dhe administruar ky proces. Sipas të dhënave zyrtare, një pjesë e konsiderueshme e fletëve votimit të ardhura përmes operatorit postar DHL nuk përmbajnë nënshkrimet e rregullta konform kuadrit ligjor. Konkretisht janë konstatuar raste të shumta ku në vend të nënshkrimit të çdo votuesi nga diaspora janë gjetur dhe konstatuar viza, pika, iniciale, simbole të tjera pa asnjë vlerë identifikuese apo pafund raste kur mungon plotësisht çdo formë nënshkrimi nga zgjedhësi.